Kosova sot i ka me regjistrimin e fundit 1.500.000 statistika e ki ti që kanë marrë letra Bashkimit Evropian që kanë jetu, kanë shku me jetu për njëtë ma mirë me familja atje. A ki ndojnë një statistikë? Do me thonë... Së dhe ky migrimi, për ta përstërisë, edhe ky migrimi në shtetit e familje, edhe ky është një vallë migrimi. Turizm ka dallim ekstrem. Nëse ai shkon 2-3 muaj këtu regjistrohet, po nëse ti në regjistrimin e fundit i ki 1.500.000 banor, a din sa me statistika po folëm, sa është dashur Kosova sot t'i ketë banor? 3 milion e gjysmë. Me statistika, nëse i merë, i shqyqon statistika të entit statistikor të Kosovës, prej vitit 1980, deri sot, është dashtun t'i kemi 3 milion e gjysmë. Minimume, Beli, minimume. Ja, që aty është me statistika i përgjithë që sot. Do me thonë, nëse rritja natalitetit dje që shkohet, numri i lindjeve, i vdekjeve, i... Proporcioni i lindjeve dhëtë me koma e madhë në bosë në mundësis. Do me thonë, rritja normale ka qena përësish dikun me 30.000 banor mrena vitit. Deri në vitet 2006, ka qenë në ndikun 4.diska%. Rritja, ka roko jo atë shumë se e kina po statistikat Kosova ende qëndron mas mirë në Evropë soj për këtë rritjes e natalitet. Do me thonë, ajo ta qetë një pasqyre që qeverisjet e Kosovës realisht se egzistun mirëqenja e qytetarëve nuk për ndryshon. Edhe motivi për me shku jashtë, po është pambashkësisht... Nuk lidhët nga asë një qeveri, e qaj që ka me do të shku jashtë. Si është nga me Cila është arsyeja për me shku jashtë? është një arritje me e madhe. Nuk është e vërtet. Nëse në momentin që ti s'ki perspektivë, një ofertë mirë që të po njët ma të mirë për dalje. Unë e desa vesh një sen me skjaru se po mdokët cili për krasi vëvës. Unë e jom kundërshtari maj madh edhe ideologjik edhe politik i vëvës. Për shkak se jom i bindun që ideologjikisht koncepti liberal, majtist, ekstrem i vëvës Kosovës nuk i nevojitët. Aj me populizmat, stilit Enverit, stilit Stalinit e gjitha tyre komunistave që kanë qenë, është mundu edhe ka rrit fatkesisht që një pjesë e popullit ta she ato si shpëtimtar. Koha e qeverisjes tje dëshmoj që është një populist i madh. Po e kalzojnë bre që në mujtë ditë fix. Edhe plus i ka që 40% analfabet, plus që ata e votojnë. Që këto neve ka lëj njës që nga qyrë në ofendojnë. Ata që në ofendojnë neve. E shka pe kupton të piksoj. Pe kupton që edhe vedisimi i qytetarëve të Kosovës pak puqalon, për shkak se të biesh pre e një populizmi t'il. Kur shkon në kundërshtim... Ka gjithë formulën mi manipulu se ty me mu mi dhonë edhe 1.000 vjetë ati zotë imër, a i musë në mbindë. Se ka kaldu vetën që 5 vjetë. Në gorë lokale... Edhe a i grupi tjetër, këto parti tjera ka vështirë mi bindë. Jo, jetonin e bindin me njerë këto parti tjera. Këve që halën e ka Albin Kurdi. Problemi maj madh është në alternativën që pe ofron Kosova në aspektin e një strukture tre politike. A mi ka zënë 4-5 sene që ka botë mira me Albini si pas teje, tim, në e në gjari edhe te, thuma 1, 2, 3 ka, ama për sobranë, për qëtarin, jo për ata refën e ngusht atë. Atë të lutëm. Drejt, kalëzë që i ka rritë pendia. Jo, një pyqë një sot. Jo, pastorë që pjesë... Si zëdhën si vetëndosës, nuk kem që pun 5 mu. Po ti si gazetar, që kemi që në shumë mirë... Po, një me bo pytje këto. Po, anë mos ish, ako mos i me do vëshit pytje.